Lëvizja vetë vendosi do të ketë ikon 20% dhe do të bjetë 2%. Kjo nuk do me thonë që me marë krejt jo seriosisht këtë punë, sepse kjo është një parametër i mendimi dhe asona që është zhvillu. Po parametrat dhe ato që u përmend nga vlerimi edhe nga arta, po nuk këtë agimi, po shihet qartë që ky nuk mundet me përsërit një rezultat. Rezultati ka me ra në kundërshtim me interesin e partit tjera, çka u ndryshu te partit tjera nuk ka ndonjë farë ndryshimi dhe nuk pres ndonjë farë ndryshimi të madh për vetë asona që e dini çka ka ndodhur në këtë periudhë kohore me zgjedhjet lokale dhe disa probleme që janë konë. E dini që tashti në këto 28 dhjetor nisma do të me gjetë partnerin e vetë me hinë koalicion. Po, se ndosh me prit pas 28 diçka, për ndryshe jetë krejt jashtë loje, edhe alianca nuk i ka qash punë të mirë, do të me mendu që në nivelin lokal ka përformu super, po në nivelin nacional dalojnë të nga zgjedhjet lokale për qëndrore në shumë segmente, do të konë shumë kujdeshëm, pro a do të mëri AOK në 5.8 apo në 6% do të kalaj dhe tonë prapin në 5%, dhe ta shohim të gjithë. Çdo variante ka lënë. Natyrisht edhe Ramushi ka thonë që ata janë shumë optimist duke u bazuar në pushtetin lokal, në fitore